Bravo. Hajde, kur vim magjësori më lajmëro. Atë jemi liruar po flisja për një avash, bukur. Vilma, se komplimente për ordot dhëturat. Qenë ke pa orë. Me që ke pa orë. U lyen dhe shtyllat. U hoqin tabelat, u mbodhën pemë. U lyen pemët. U lyen shtyllat me të verdhë. Një katonaj që po priste autobusin u lyen dhe katonajë. Njërë të lypë vetëm dorë, që kishë më shtet ke shtylla që. Jam falë pak, kishë më shtet që ishë më shtet që ke shtylla. E lyë shtyllën me gjithë dorën e katonarit. E ka njën pjesët e dorës atje pa lyë. Mirë po, këta që lyë shtyllat, a ishën të sigurt? Mishte emision që thu, ndodhemi në autostradën Durrës-Tiranë. Po të shikone në këtë pjesë rrugë, janë duke vendosur flamujt për të mirë së ardhur Papa Francesco. Mirë po personat të cilët janë duke vendosur këta flamuj nuk kanë marrë asnjë mas paralajmëruese për trafikun e cili është në këtë autostradë. Ata rrezikojnë jetën e tyre, gjithashtu edhe të personave të cilët ecin me mjetet e tyre në këtë rrugë. Konkretisht edhe dije që unë lëvisja nga Durrësi për në Tiranë, i pash këto mjetet dhe vetëm me një person mbrapa atij mjetit, kamionçinës e cila ishte me krik hidraulik për vendosjen e punëtorit sipër, ishte një punëtor në distancë shumë të shkurtër që kishte një flamur, pra ishte rrezikuar si ai, si dhe punëtori apo dhe mjeti i cili ishte vendosur aty, po ashtu dhe mjetet e tjera. Pra që të kryesh ky veprim do ishte nevojshme të vendoseshin të gjithë tabelat e lëvizshme të sinjalistikës së përkohshme në mënyrë që të shmangesh dhe devijohesh trafiku, të rregullohesh trafiku i këtyre mjeteve në këtë rrugë interurbane kryesore, por njëkohësisht të shmangeshin edhe aksidentet. I ka shpëtuar Zoti, dije që nuk ka ndodhur aksident, megjithëse pash disa devijime të shpejta të mjeteve kur vinin, sepse ato nuk kishin distancën e nevojshme në mënyrë që përdorësi rrugës merrte informacion nevojshëm për të shmangur aksidentin apo dhe për devijuar trafikun. Mishte emision që thu, Kryeministri Rama para pak ditësh inauguroi mbjelljen e disa pemëve të cilat ishin për të zbukuruar rrugën e cila çon drejt aeroportit. Ky është fillimi i modelit të ri të përmasës gjelbër në rrugë, kështu që duhet jemi shumë bindës dhe të vazhdojmë në vijim në mënyrë që të krijohet një situatë krejt tjetër në rrugë, se këto rrugë nuk janë rrugë europiane. Në mënyrë që personat të cilët vinin nga jashtë shtetit do të shihnin një rrugë të zbukuruar. Mirë po forma se si janë mbjell këto pemë na shpjegon specialisti i rrugëve zoti Artur Suçi. E ndjekim. Është përcaktuar qartë që në kodin rrugor, neni 16, paragrafi brezat e rezervuar, është përcaktuar në mënyrë eksplicite në nenin 25, ku pika 7 specifikon në mënyrë taksative të gjitha mbjelljet e pemëve të cilat bëhen në një rrugë jashtë qendrave të banuar, duhet që distancat nga kufiri rrugor, siç është kufiri i bankinës, që unë po e tregoj tani me këmbë, duhet që kjo distancë nga ky kufi duhet të jetë minimalisht 6 metër, kjo distancë duhet të jetë sa gjatësia maksimale e rritjes së pemëve në ciklin përfundimtar vegetativ. Konstatojmë që këtu s'është as 1 metër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Performancën e përgjithshme, kjo do ta zbukurojë këtë rrugë, por duke parë dhe për masat gjeometrike të këtij segmentit rrugor, ku është shumë e vështirë parakalimi, atëherë do ketë probleme se do duke përplasur me pjesën anësore të mjetit, e cila ka koeficient sigurie më të vogël, atëherë lëndimi do jetë shumë më i madh te personat të cilët do përfshihen aksident në këtë segment rrugor. Rënja e gjetheve në këtë segment rrugor do të bëjë të zvogëlojë koeficientin e aderencës që lidhet me frenimin e mjeteve apo dhe me rrëshqitjen në kohë të caktuara sipas kushteve të motit. Unë mendoj si specialist i fushës që do ishte më imediate
realizimi i gjithë artificave teknike për të shmangur aksidentet rrugore. Dhe një ndër këto artifica do ishin dhe vendosja e ishujve të trafikut në për kryqëzimet që ka kjo rruga e Rinasit. Duke pasur parasysh dhe trafikun e rënduar, atëre të gjithë daljet dhe hyrjet në këtë segment rrugor duhet të ishin të përcaktuar me ishuj trafiku. E të morë qatë kenje, qatë plani. Allah ta keshë vina. Se të dërgëmë të nejë. Po falë, se ishin ca kumbla, ca repe, ca ahe. Ku je për plasë s'ke që none, ke kumbla numër 12. Kur rëshkin e ti, ke rapi në maskullore. O people, a mendoni që ajo pema nesër nga kaq do bëhet kaq? Po do shkune për budalla, sa të vi të që ti ki papa. Po pse me atë kam gjeun të shtyp katunarin të mbledh kumbla në autostradë. Pra, si që dëgjua dhe specialistin, Amina dhe Vilma, me vjesh, kur gjesë të fillojnë e bjen, Po, gjethja me bjen në ujë. rrugë, ti do me frenu, natën e mirë dhe përshëndetje, miru bafshim të hënën. Të hënën doja të rezisim prap. Bajza, shpejt bëhuni gati, bëhuni gati. bëhuni gati. Topin e ka Vilma, ajo kërson gjatë tek Amina, e cila me një... Amina merr topin dhe ikën në shtëpi. Morë topin ikën në shtëpi. Gati. I thrasim vajzat, natën e mirë, miru bafshim. Natën e mirë, dashurish. Të hënën. Friti. Flumza!